Përshëndetje të nderuar përfaqësues të mediave. Shprehim shqetësim për shkeljen e hapur të Kushtetutës dhe ligjit për përdorimin e gjuhëve. Institucionet që kanë detyrim të garantojnë zbatimin e tyre, siç është Ministria e Drejtësisë, Ministria e Arsimit dhe Gjykata Kushtetuese, duhet që të veprojnë në përputhje me ligjin. Mosbatimi i një të drejtë të qartë krijon pasiguri juridike dhe tension të panevojshëm në marrëdhëniet ndërretnike. Mbështesim çdo iniciativë të studentëve të juridikut për organizimin e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Njëkohësisht, mbështesim edhe çdo formë demokratike të veprimit të tyre, përfshirë protesta dhe aktivitete tjera publike. Kjo është një nismë jo partijake. Duhet që të na bashkojë të gjithëve, pavarësisht përkatësisë etnike dhe asaj politike. Zbatimi i gjuhës shqipe nuk mund të bëhet në mënyrë të pjesshme. Ligji zbatohet i plot. Ne jemi këtu për të solidarizuar me studentët dhe me çdo qytetar që kërkon respektim të rendit kushtetues. Mbrojtja e marrëveshjes së Ohrit dhe karakteri multietnik i vendit është përgjegjësi e përbashkët. Duhet që ta ruajmë standardet mbi të cilat qëndron Republika e Maqedonisë së Veriut. Ju falenderoj.